Kryetari i PSD-s Tom Doshi në një takim elektoral akuzoi kryetarin e Bashkisë së Shkodrës Benet Becin se po dëmton Velipojën me ndërtimet pa leje, ndërsa i bëri thirrje banorëve të zonës që të votojnë PSD-n në 11 maj. Nuk e kishim njofta që është sot në Bashkisë së Shkodrës, sa i pas kanë infiltruar Mjesali Berisht për 2 vjet. Ky njeri s'ka bën si gjanë Velipoj, veçse ka prish lokalet dhe ka ba veç dam. Kanë me dhe një 3 kaçatora këtu. Njëni është drejtor i KMT-s, tjetri punon me ushqejnë, i tjetri që bankan presion e për Velipoj. Është fatkesi e madhe, Velipoja me ranë dorë tyne, si që kam përfaqësu të 20 vjet, prapë do t'jem me ju. Javë na ka met, mundësit janë shumë të mëdha, e di se asnjëri si ka mungu angazhimi. Me gjithë njerëz të afër mërën edhe jashtë, vota na vlen tanë Shqipni. Doshi po ashtu i bëri thirrje SPAK dhe BKH-s që të hetojnë krimet zgjedhore që sipas tij po bëhen në Shkodër. Po bëhen krime zgjedhore në Velipoj. Janë banë ndërtime pa leje, në këmbim të votave. Ju keni patë se çka ka ndodhur në Trush, një grup me jetima, Benet Beci ka nisë KMT-n, tu ndërton pa leje në plazh, dhe atje që është mes fushës në Trush, shkojnë i pezullojnë dhe gjobisin. Është kaq i lig, kaq i vogël, sa që e çon vetin të merret me jetima. Unë bëj thirrje BKH-s dhe SPAK-ut të vinë dhe të merret me krimet zgjedhore në Velipoj dhe në Bashkinë e Shkodrës. Banorët e Velipojës gjatë takimit thanë se do të mbështesin me vot PSD-n në zgjedhjet e 11 majit.